Një grua e fuqishme fillon të humbas forcën brenda shtëpisë së saj, e rrethuar nga luksi dhe heshtja. Ndërkohë që të gjithë besojnë se është thjesht pesha e moshës, diçka e padukshme ndodh prapa skenave. Një prani në dukje e kujdesshme fillon të kontrollojë çdo detaj të jetës së saj. Por një sy i vëmendshëm e kupton se ajo brishtësi mund të mos jetë e natyrshme. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanal dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni. Tani, le të vazhdojmë. Tirana nuk fle kurrë. Qyteti Gumëzhin dikte natë si një zemër gjigante që rreh pa pushim. Në bulevardet e gjera, makinat vrapojnë të nxituara. Në rrugicat e ngushta, jeta zvarritet ngadalë. Dhe pikërisht në këtë kontrast, në këtë valle mes luksit dhe mbijetesës, fillon historia jonë. Në zonën e bllokut, një nga lagjet më të njohura të kryeqytetit, ngrihet një vilë madhështore. Muret e saj të larta ruajnë kopshte të kuruara në perfeksion, shatërvane mermeri dhe një arkitekturë që përzien klasiken me modernen. Aty, heshtja ka një tjetër peshë. Është një heshtje e shtrenjtë, e mbrojtur nga kamera dhe porta elektronike. Një heshtje që fshe më shumë se sa zbulon. Brenda kësaj vile jeton zonja Anila Hoxha, një grua 73 vjeçare që mban mbi supe peshën e brezave të tërë. E veprej gati 10 vitesh, ajo ndërtoi së bashku me bashkëshortin një perandori në sektorin e pasurive të paluajtshme. Ishin dekada pune, vendimesh të vështira, sakrificash që formuan jo vetëm pasurinë e familjes, por edhe personalitetin e fortë të Anilës. Ajo kishte qenë gjithmonë një grua e vendosur, me mendime të qarta, e aftë të drejtonte mbledhje dhe negociata me të njëjtën elegancë me të cilën zgjidhte lulet për sallonin e ndenjes. Por koha, ky zotëri i pamëshirshëm, filloi të kërkonte haraqin e saj. Muajt e fundit, zonja Anila nuk ishte më e njëjta. Vështrimi i saj, dikur depërtues dhe i vendosur, tani duke i humbur në një pikë të largët. Hapat e saj, dikur të sigurt nëpër korridorin e mermert, ishin bërë të ngadaltë dhe të pasigurt. Ajo ndjente një dobësi të vazhdueshme, një marramendje që vinte pa paralajmërim, një lodhje që nuk largohej as me orë të gjata gjumi. Mjekët vinin e shkonin. Analiza bëheshin, rezultate analizoheshin, diagnoza hidheshin dhe më pas hidheshin poshtë. Asgjë nuk dukej se shpjegonte qartë se çfarë po ndodhte. Ishte sikur trupi i zonjës Anila po shuhej ngadalë, pa ndonjë arsye të dukshme. Artan Hoxha, djali i vetëm i Anilës, ishte një burr 42 vjeçar, i gjatë, me flokë tashmë të thinjur në tëmtha, gjithmonë i veshur me kostume pa të meta. Ai kishte trashëguar nga ati talentin për biznesin dhe nga ama ambicien për të rritur gjithmonë e më shumë. Zyra e tij ndodhej në bulevardin Dëshmorët e Kombit, në një nga ndërtesat më moderne të qytetit, me një pamje panoramike që në ditë të qarta arrinte deri në malin e Dajtit. Artani jetonte mes mbledhjesh, udhëtimesh jashtë vendit, darkash me investitorë dhe prezantimesh projektesh. Celulari i tij nuk pushonte kurrë së rëni. Agjenda e tij ishte gjithmonë plot. Ai besonte, me sinqeritet, se po bënte më të mirën për të ëmën. Në fund të fundit, kishte punësuar mjekët më të mirë, ishte siguruar që ajo të kishte gjithçka më të mirë. Dhe, mbi të gjitha, kishte sjellë në shtëpi dikë që mund të kujdesej për Anilën me përkushtim të plotë. Ky person ishte Blerta Gjoni, një grua 38 vjeçare, elegante si pak kush. Ajo u shfaq në jetën e familjes rreth 6 muaj më parë, e rekomanduar nga një agjenci e specializuar për kujdestare private. Blerta kishte një savë mbresëlënëse, formim në infermieri, përvojë me të moshuarit, referenca të patëmeta. Por më shumë se kaq, ajo kishte diçka që të pushtonte që në shikim të parë, një buzëqeshje të ngrohtë, një zë të butë dhe aftësinë për të bërë çdo të ndihej i veçantë. Që kur mori përsipër kujdesin për zonjën Anila, Blerta riorganizoi plotësisht rutinën e shtëpisë. Ajo vendosi orare të rrepta për vaktet, ilaçet, periudhat e pushimit. Krijoi një sistem kontrolli që dukej perfekt. Artani u lehtësua. Më në fund, dikush kompetent po kujdesej për nënën e tij, ndërsa ai menaxhonte bizneset e familjes. Ajo që Artani nuk e kuptonte, i humbur në bilancet dhe kontratat e tij, ishte se pak nga pak nëna e tij po izolohej nga bota. Vizitat e shoqeve të vjetra dekurajoheshin. Blerta gjithmonë kishte një shpjegim bindës, zonja Anila ishte shumë e lodhur, mjeku rekomandoi pushim absolut, çdo trazim mund ta përkeqësonte gjendjen. Shoqet, të shqetësuara dhe me respekt, përfundonin duke pranuar.
Telefononin, dërgonin lule, por kontakti personal po bëhej gjithnjë e më i rrallë. Brenda vilës u instalua një rutinë e heshtur. Blerta kontrollonte gjithçka me një efikasitet pothuajse ushtarak. Ajo vetë përgatiste vaktet e zonjës Anila, zgjidhte ilaçet, organizonte agjendën e ditës. Dhe gjithmonë kishte një arsye që zonja Anila të qëndronte në dhomat e saj, larg çdo lëvizjeje në shtëpi. Në këtë skenë hyri Merita Prifti, një grua 51 vjeçare, e shkurtër, me lëkurë esmere dhe duar të kallojzuara nga puna. Merita ishte punonjëse e shtëpisë prej vetëm 3 muajsh. Ajo ishte punësuar për të ndihmuar në pastrimin dhe organizimin e përgjithshëm të vilës, një detyrë herkuliane në një vend të asaj madhësie. Merita zgjohej në 4:30 të mëngjesit çdo ditë. Dilte nga shtëpia e saj në Kamës, në periferi të Tiranës, merrte 2 autobus plot e përplot për të arritur në blok në orën 7 fiks. Ajo ishte nën e 3 fëmijëve, Gentit, 23 vjeç, që punonte si korrier, Anisës, 19 vjeçe, studente pedagogjie në një universitet publik, dhe Albanit, 15 vjeç, ende në gjimnaz. Bashkëshorti, Valmiri, ishte roje natë. Ata shiheshin pak, por dashuria që i bashkonte ishte e fortë, e ndërtuar me mund dhe bashkëpunim. Për Meritën, ajo punë ishte një bekim. Paga ishte e mirë, më e mirë se çdo gjë që kishte arritur ndonjëherë. Por më shumë se kaq, ajo ndjente se më në fund ishte në një vend ku mund të punonte me dinjitet, ku mundi i saj do të njihej. Ajo pastronte çdo dhomë me kujdes, trajtonte çdo objekt të çmuar të asaj shtëpie sikur të ishte i saj. Por Merita kishte diçka që parat nuk e blejnë, një intuit të mpret, të zhvilluar nga vite vëzhgimi dhe jete të vështirë. Ajo dinte t'i lexonte njerëzit. Mund të kuptonte kur diçka nuk shkonte, edhe nëse askush nuk thoshte gjë. Dhe që kur kishte filluar të punonte në atë vilë, diçka e shqetësonte thellësisht Meritën. Në ditët e para, mendoi se ishte vetëm përshtypje. Por me kalimin e kohës, shenjat u bën më të qarta. Zonja Anila ishte gjithmonë e përgjumur, me një vështrim të fiksuar. Kur Merita e shihte nëpër korridore, zonja ecte sikur të ishte në trans, duke u mbajtur pas mobiljeve, duke marrë frymë me vështirësi. Dhe gjithmonë, Blerta ishte aty pranë, duke kontrolluar çdo lëvizje. Merita filloi të vinte re detaje të vogla. Plerat e dhomës së zonjës Anila gjithmonë kishin ambalazhe të çuditshme, shishka pa etiket, ampula që dukeshin të hapura me nxitim. Vaktet e përgatitura nga Blerta mbeteshin pothuajse të paprekura në pjath. Dhe sa herë që Merita i afrohej dhomës së zonjës Anila, Blerta shfaqej papritur me atë buzëqeshjen e sjellshme, por me sy që thoshin qartë, ti nuk duhet të jesh këtu. Një ditë, Merita po pastronte korridorin e katit të dytë kur dëgjoi zëra që vinin nga zyra. Ishte Blerta, duke folur në telefon. Merita nuk kishte ndërmend të përgjonte, por diçka në tonin e zërit të gruas e bëri të ndalonte. Blerta fliste ulët, por me një ftohtësi që binte ndesh plotësisht me ëmbëlsinë që ajo shfaqte para Artanit. Gjithçka po ecën sipas planit. Edhe pak javë dhe gjithçka do të ketë mbaruar. Ajo po dobësohet çdo ditë e më shumë, askush nuk dyshon gjë. I biri është plotësisht i pavetëdijshëm. Perfekte. Duhet vetëm të kemi durim. Merita ndjeu një të dridhur që i përshkoi shtyllën kurrizore. Ajo u largua shpejt, duke u shtirur se nuk kishte dëgjuar gjë, por zemra i rrite fort në gjoks. Ato fjalë i bënin jehon në mendje. Gjithçka po ecën sipas planit. Ajo po dobësohet çdo ditë e më shumë. Askush nuk dyshon gjë. Atë natë, duke u kthyer në shtëpi me autobusin plot, Merita nuk mund të ndalonte së menduari. Ajo e njihte atë lloj situate. Kishte dëgjuar histori të ngjashme në lagje, raste të njerëzve të pambrojtur që manipuloheshin, që përfitohej prej tyre. Por aty, në atë vilë luksoze, e rrethuar nga pasuria dhe siguria, dukej e pamundur. Kush do t'i besonte asaj, një punonjëse të thjeshtë, kundër një profesioniste e kaq të rekomanduar si Blerta? Në ditët në vijim, Merita filloi të vëzhgonte gjithçka me edhe më shumë vëmendje. Ajo shënonte mendërisht oraret kur Blerta hynte dhe dilte nga dhoma e zonjës Anila. Vinte re ambalazhet që shfaqeshin në plehra. I kushtonte vëmendje bisedave në telefon. Dhe sa më shumë vëzhgonte, aq më shumë bindej se diçka e tmerrshme po ndodhte aty. Një mëngjes dhjetori, me krishtlindjet që po afrononin, Merita hyri në dhomën e zonjës Anila për të ndërruar çarçafët.
Zonja ishte ulur në koltukun pranë dritares duke parë kopshtin. Kur vuri re praninë e Meritës, zonja Anila ktheu kokën dhe sytë e saj për një çast të shkurtër, dukeshin se kishin rifituar pak nga ajo kthjellësia e dikurshme. Ti, moj vajz, tha zonja Anila me zë të dobët. Ti e re këtu, apo jo? Po, zonja Anila. Jam këtu prej 3 muajsh. Quhem Merita. Merita, përsëriti zonja, sikur po e gdhente emrin në mendje. Merita, unë nuk jam mirë. E ndjej se diçka nuk shkon me mua. Por askush nuk më dëgjon. Askush nuk më beson. Para se Merita të mund të përgjigjej, Blerta hyri në dhomë me një tabaka. Ajo e shikoi Meritën me atë buzëqeshjen që nuk i arrinte në sy. Zonja Anila, jeni përsëri konfuze. Është lodhja. Merita, mund ta mbarosh punën tënde dhe ta lësh zonjën të pushoj, të lutem? Merita doli nga dhoma, por fjalët e zonjës Anila i mbetën duke i bërë jehon në mendje. Askush nuk më dëgjon. Askush nuk më beson. Dhe në atë moment, Merita mori një vendim. Ajo nuk e dinte si, nuk e dinte kur, por do ta zbulonte se çfarë po ndodhte. Dhe, nëse do të ishte e nevojshme, do të ishte zëri i asaj zonje që askush tjetër nuk e dëgjonte. Përgatitjet për Krishtlindje filluan të pushtonin vilën. Drita u instaluan në kopsht, një pemë gjigante u montua në sallonin kryesor, kur ora zbukuruan dyrë. Gjithçka dukej perfekte, festive, plot shpresë. Por për Meritën, i gjithë ai dekorim kishte diçka ogurzeze. Ishte sikur po zbukuronin një burg, duke maskuar me shkëlqim dhe ngjyra diçka të kalbur që rritej në hije. Artani u shfaq në vil një pasdite, duke sjellë dhurata dhe duke folur i entuziazmuar për darkën e Krishtlindjeve që planifikonte të organizonte. Ai ishte aq i zhytur në planet e tij sa mezi e vuri re gjendjen e së-ëmës. Blerta e shoqëronte, gjithmonë e gatshme, gjithmonë me fjalën e duhur, gjithmonë duke garantuar se gjithçka ishte nën kontroll. Merita vëzhgonte gjithçka nga larg, duke pastruar, duke organizuar, duke qenë e padukshme siç kishte qenë gjithmonë. Por brenda saj, një vendosmëri po rritej. Ajo nuk e dinte se kush ishte Blerta në të vërtetë, as se çfarë synonte. Por e dinte me siguri absolute se zonja Anila ishte në rrezik. Dhe se nëse ajo nuk bënte gjë, askush nuk do ta bënte. Atë natë, kur arriti në shtëpi, Merita i përqafoi fëmijët e saj më fort se zakonisht. Anisa e vuri re dhe e pyeti nëse ishte gjithçka në rregull. Merita buzëqeshi, duke thënë se ishte thjesht e lodhur. Por e vërteta ishte se kishte frikë. Frikë nga ajo që mund të zbulonte. Frikë nga pasojat. Por kishte diçka më të fortë se frika, siguria se të bësh gjën e duhur, edhe kur është e vështirë, është ajo që na bën njerëz. Dhe kështu, ndërsa qyteti i Tiranës vazhdonte ritmin e tij frenetik, ndërsa Krishtlindjet afroheshin duke sjellë premtime paqeje dhe bashkimi, brenda asaj vile në blok filloi një betejë e heshtur. Nga njëra anë, forca të fuqishme të lëvizura nga interesa të errëta. Nga ana tjetër, një grua e thjeshtë e armatosur vetëm me guximin dhe ndërgjegjen e saj. Po ju pëlqen kjo histori? Më tregoni mendimin tuaj për këtë histori dhe si mendoni se do të përfundoj. Ditët kaluan dhe dhjetori përparonte duke sjellë me vete atë vap tipike të verës tiranase. Pasditet ishin të zymta, qielli mbushej me re të errëta që premtonin shi, por rrallëherë e mbanin fjalën. Në vilën e bllokut, kondicionerët punonin pa ndalur duke mbajtur të gjitha ambientet në temperaturën perfekte. Por kishte një të ftohtë aty brenda që asnjë termostat nuk mund ta kontrollonte. Merita zgjohej çdo ditë më herët, plot ankth. Valmiri vuri re se gruaja e tij nuk flinte mirë, se rrotullohej në shtrat, se pshertinte thellë në mes të natës. Ai e pyeti nëse gjithçka ishte në rregull në punë, dhe Merita u përgjigj se po, por pa shumë bindje. Si t'ia shpjegonte burrit atë që ajo vetë ende po përpiqej ta kuptonte. Si të fliste për intuitën, për vështrimet, për fjalët e shkëputura që së bashku formonin një enigmë të frikshme? Në punë. Merita filloi të ishte më e kujdesshme. Ajo e kuptonte se Blerta e vëzhgonte shpesh, se lëvizjet e saj ndiqeshin nga afër. Prandaj, Merita u shtir si ajo që të gjithë prisnin të ishte, një punonjëse e thjeshtë, e përkushtuar, që pastronte, organizonte dhe nuk bënte pyetje. Por pas kësaj fasade normaliteti, Merita po hetonte. Kur Blerta dilte për konsultat ose angazhimet e saj jashtë, Merita përfitonte për t'u afruar dhomës së zonjës Anila.
Ajo nuk prekte asgjë, vetëm vëzhgonte. Vuri re se kishte një dollap të mbyllur me çelës pranë shtratit. Vuri re se disa sirtarë kishin shenja të freskëta se ishin hapur dhe mbyllur me nxitim. Pas se në koshin e plerave të banjës private gjithmonë shfaqeshin ambalazhe të grisura, sikur dikush donte të fshite atë që po përdorej. Një ditë, ndërsa pastronte korridorin, Merita gjeti një shishe të vogël që ishte rrokullisur poshtë një mobiljeje. Ishte një shishe e errët, pa etiket, me mbetje lëngu transparent në fund. Ajo e mori shishen, e mbështolli me letër kuzhine dhe e futi fshehurazi në xhepin e përparses. Nuk e dinte mirë se çfarë do të bënte me të, por diçka brenda saj i thoshte ta ruante atë provë. Zonja Anila, nga ana tjetër, ishte gjithnjë e më konfuze. Kishte momente kur dukej e kthjellët, kur syt I shkëlqenin me atë inteligjencën e saj të zakonshme. Por këto momente ishin gjithnjë e më të rralla dhe të shkurtra. Pjesën më të madhe të kohës, ajo qëndronte në një gjendje letargjie, sikur po jetonte me lëvizje të ngadalta, sikur bota rreth saj ishte vetëm një njollë ngjyrash dhe tinguish pa kuptim. Artani e vizitonte të ëmën 2 ose 3 herë në javë, gjithmonë me nxitim, gjithmonë duke ju përgjigjur celularit në mes të bisedës, gjithmonë duke premtuar se në vizitën tjetër do të qëndronte më gjallë. Ai e shite të ëmën duke ushuar, por Blerta gjithmonë kishte një shpjegim. Ishte procesi natyral I plakjes, mjekët po bënin gjithçka që mundnin, ishte çështje durimi dhe kujdesi. Dhe Artani, I mbingarkuar me përgjegjësitë e kompanisë, donte t'u besonte këtyre shpjegimeve sepse ato e lehtësonin nga faji I mosqenies prezen. Ishte një pasdite me shi dhjetori kur diçka ndodhi. Merita ishte në katin e parë duke rregulluar qilarin kur dëgjoi zëra të ngritur që vinin nga kati I sipërm. Ishte e rrallë të kishte ndonjë lloj konflikti në atë shtëpi ku gjithçka dukej kaq e kontrolluar. Ajo u ngjit shkallëve fshehurazi dhe pa, përmes korridorit, se dera e zyrës ishte pak e hapur. Aty brenda ishin Blerta dhe një grua tjetër që Merita nuk e njihte. Ishte një grua më e moshuar, ndoshta rreth të 50-tave, elegante, me flokë biond pa të meta dhe një qëndrim që rrezatonte vetbesim. Të dyja bisedonin me zë të ulët, por toni ishte I tensionuar. Po tregohesh e pakujdesshme, thoshte gruaja bionde. Jemi shumë afër tani. Nuk mund të ketë gabime. E di se çfarë po bëj, përgjigjej Blerta me vendosmëri. Gjithçka është nën kontroll. Plaka është plotësisht e varur. I biri as që dyshon. Duhet vetëm të presim edhe pak. Po kjo punonisja e re? Ajo që sillet vërdall nëpër shtëpi? Blerta qeshi thatë. Ajo? Një shërbëtore do si do. Nuk ka shkollë, nuk ka ndikim. Edhe sikur të dyshonte diçka, kush do t'ia vinte veshin? Qetësohu, Valbona. Asgjë nuk do të shkojë keq. Merita ndjeu gjakun t'i ngri në vena. Ajo u largua në heshtje, duke u kthyer në qilar, por mendja I vlonte. Pra, kishte edhe një person tjetër të përfshirë. Dhe ato flisnin për zonjën Anila sikur të ishte një objekt, një pengesë që duhej hequr. Zemërimi u rrit brenda Meritës, por bashkë me zemërimin erdhi edhe frika. Ajo ishte vërtet vetëm një shërbëtore do si do. Kush do t'i besonte? Atë natë, duke u kthyer në shtëpi, Merita mori një vendim. Ajo kishte nevojë për ndihmë, por nuk dinte kujt t'i drejtohej. Nuk mund të shkonte direkt te Artani sepse Blerta e kishte bindur plotësisht për kompetencën e saj. Nuk mund të thërriste policin pa prova konkrete. Kishte nevojë për dikë që e kuptonte situatën, që mund ta ndihmonte të bënte lidhjet e duhura. Ishte Anisa, e bija, që I dha iden. Mami, pse nuk kërkon doktor Petritin? Ai ishte mjeku I besuar I familjes para se të shfaqej kjo Blerta, apo jo? Nëse ai e merr vesh se çfarë po ndodh, ndoshta mund të bëj diçka. Merita e përqafoi të bien fort. Kjo ishte Doktor Petrit Konomi. Ai ishte përmendur disa herë nga Teto Fiqiretja, ish guvernantja që kishte punuar në vil për më shumë se 20 vjet dhe që ishte pushuar nga puna menjëherë pasi Blerta mori drejtimin. Teto Fiqiretja kishte komentuar, para se të largohej, se doktor Petriti ishte si një djalë për zonjën Anila, se ai e ndiqte prej dekadash. Por pa pritur, ai thjesht pushoi së shfaquri në shtëpi. Të nesërmen, Merita gjeti kontaktin e doktor Petritit përmes Teto Fiqiretes. Ajo telefonoi në klinikën e tij, nervoze, duke përsëritur mendërisht se çfarë do të thoshte. Kur më në fund arriti të fliste me të, zëri I dridhej.
Doktor, ju nuk më njihni. Unë quhem Merita dhe punoj në shtëpinë e zonjës Anila Hoxha. Kam shumë nevojë të flas me ju për të. Ju lutem, është urgjente. Pati një pauzë në anën tjetër të linjës. Kur doktor Petriti u përgjigj, zëri i tij ishte i mbushur me shqetësim. Unë përpiqem të flas me zonjën Anila prej muajsh, por gjithmonë më thonë se ajo nuk mund të presë vizita, se është shumë e dobësuar. Çfarë po ndodh? Kështu filloi një aleancë e papritur. Doktor Petrit Konomi ishte një burr 62 vjeçar, kardiolog i njohur, që e ndiqte zonjën Anila që kur ajo ishte një grua në moshë të mesme. Ai njihte historinë e saj të plot mjekësore, dinte për çdo problem shëndetësor që ajo kishte pasur, për çdo trajtim që kishte bërë. Dhe muajt e fundit, ai ishte larguar sistematikisht. Ata ranë dakord të takoheshin në një kafene diskrete, larg bllokut. Ishte një eshtun në mëngjes dhe Merita i tha familjes se duhej të zgjidhte disa çështje personale. Kur arriti në kafene, gjeti doktor Petritin që e priste. Ai ishte një burr i gjatë, me flokë krejtësisht të bardhë, me sy blu depërtues që transmetonin mirësi dhe inteligjencë. Merita i tregoi gjithçka. Vëzhgimet, bisedat që kishte dëgjuar, gjendjen e zonjës Anila, izolimin, ambalazhet e çuditshme, atë shishe që kishte ruajtur. Doktor Petriti dëgjonte në heshtje, por fytyra e tij bëhej gjithnjë e më e zymë. Kur Merita mbaroi së foluri, doktori mori shishen që ajo kishte sjell, e ekzaminoi kundër dritës dhe psherti u thellë. Dyshoja se diçka nuk shkonte. Zonja Anila ka qenë gjithmonë një grua e fortë, e shëndetshme për moshën e saj. Papritur, ajo fillon të shfaqë simptoma që nuk kanë kuptim dhe unë largohem nga rasti. Kjo Blerta Gjoni u shfaq nga hiqi, me kredenciale të patëmeta, por unë u përpoqa të hetoja dhe nuk arrita të konfirmoja as gjysmën e referencave që ajo paraqiti. Çfarë mund të bëjmë, doktor? Pyeti Merita, me lot në sy. Ajo po vuan dhe askush nuk po bën gjë. Doktor Petriti mendoi për një moment. Na duhen prova konkrete. Do ta dërgoj për analizë për mbajtjen e kësaj shisheje. Dhe ti duhet të vazhdosh të vëzhgosh, por me shumë kujdes. Këta njerëz, kushto qofshin, nuk do të hezitojnë të heqin qafe këdo që u prish planet. E kupton rrezikun që po merr përsipër? Merita pohoi me kokë. E kuptoj. Por nuk mund të rri duar kryq duke parë një person të pafajshëm të vuaj. Nëna ime gjithmonë më ka mësuar se mund të mos kemi para, mund të mos kemi shkollë, por duhet të kemi karakter. Dhe karakteri është të bësh gjën e duhur, edhe kur është e vështirë. Në ditët që pasuan, Merita dhe doktor Petriti mbajtën kontakte të vazhdueshme me mesazhe diskrete. Rezultati i analizës së shishes konfirmoi dyshimet, kishte mbetjet e një ilaçi të fortë qetësues, të llojit që duhet të përdoret vetëm në ambiente spitalore dhe me recetë rigoroze. Askush me mend në kokë nuk do t'ia jepte atë një të moshuare të brisht pa një arsye shumë specifike. Ndërkohë, brenda vilës, situata u intensifikua. Krishtlindjet ishin vetëm 2 javë larg. Pema shkëlqente në sallon, dritat vezullonin jashtë, këngët e krishtlindjeve dëgjoheshin butësisht nga sistemi i zërit. Por për Meritën, çdo ditë ishte më e tensionuar se e mëparshmja. Ajo vuri re se Blerta dhe Valbona, gruaja bjonde, takoheshin shpesh. Ndonjëherë në vilë, ndonjëherë Blerta dilte dhe kthehej pas disa orësh. Merita arriti të bënte një foto diskrete të Valbonës dhe ja dërgoi doktor Petritit, i cili premtoi të hetonte se kush ishte ajo grua. Një pasdite, Artani u shfaq në vilë i shoqëruar nga një avokat. Ata u mbyllën në zyrë për orë të tëra. Kur dolën, Artani duke i trazuar. Blerta ishte me të, gjithmonë e gatshme, gjithmonë prezente. Merita, që po kalonte me fshes në për korridor, dëgjoi fragmente të bisedës. Nuk e di nëse po bëj gjën e duhur, thoshte Artani, qartësisht i shqetësuar. Po e bën, përgjigjej Blerta me atë zërin e saj të ëmbël dhe të prerë. Nëna jote nuk ka më kushte për të marrë vendime. Është detyra jote të mbrosh pasurinë e familjes. Prokur është vetëm një formalitet për të lehtësuar gjithçka. Meritës gati sa nuk i ra fshesa nga dora. Prokur. Ata po e bënin zonjën Anila të firmoste një prokur. Dhe nëse ajo ishte aq e qetësuar sa dukej, ndoshta as nuk e dinte se çfarë po firmoste. Atë natë, Merita i telefonoi doktor Petritit e dëshpëruar. Ai, nga ana tjetër, kishte të reja për Valbonën.
Ajo ishte avokate, por ishte hetuar vite më parë për përfshirje në raste mashtrimi kundër personave të moshuar. Asnjëherë nuk ishte dënuar për mungesë provash, por emri i saj shfaqej në disa procese. Pjesët e enigmës po bashkoheshin. Blerta dhe Valbona punonin së bashku. Plani ishte të izolonin zonjën Anila, ta mbanin të qetësuar dhe konfuze, të bindnin Artanin të transferonte kompetencat ligjore dhe pastaj, në një farë mënyre, të kishin akses në pasurinë e familjes. Ishte një mashtrim i sofistikuar, i planifikuar me kujdes, i ekzekutuar me ftohtësi. Por ende mungonte prova përfundimtare. Diçka që mund t'u paraqitej autoriteteve, diçka që nuk linte dyshime. Doktor Petriti sugjeroi që të përpiqeshin të mblidhnin mostra të ilaçeve që po i jepeshin zonjës Anila, ose madje të regjistronin një nga bisedat mes Blertës dhe Valbonës. Ishte e rrezikshme, por ishte e vetmja rrugdalje. Merita e dinte se koha po mbaronte. Krishtlindjet po afrononin dhe me to, diçka që ajo parandjente se do të ishte momenti final i planit të këtyre grave. Ajo nuk e dinte saktësisht se çfarë synonin të bënin, por ndjente me atë intuitën që kur nuk e gënjente, se rreziku po rritej çdo ditë. Atë natë, para se të flinte, Merita u lut. Ajo kërkonte mbrojtje, kërkonte guxim, kërkonte që Zoti ta udhëhiqte në atë mision që kur nuk e kishte imagjinuar se do t'i duhej të përballonte. Dhe ndërsa lutej, mendonte për zonjën Anila, të brish dhe të vetme në atë vilë të madhe, të rrethuar nga njerëz që duhej ta mbronin, por që në të vërtetë ishin kërcënimet e saj më të këqija. Betejë sapo kishte filluar dhe Merita e dinte se do t'i duhej të ishte më e zgjuar, më e guximshme dhe më e vendosur se kurrë. Sepse në anën tjetër nuk ishin vetëm dy gra ambicioze, por një sistem i tërë që lejonte që njerëzit e pambrojtur të shfrytëzoheshin, që besimi të përdorej si armë, dhe që heshtja e atyre që duhej të flisnin të bëhej bashkëpunëtore e së keqes. Java para Krishtlindjeve ishte e një tensioni pothuajse të padurueshëm. Tirana jetonte atë vrrullin tipik të fundvitit, qendra tregtare plot, trafiku kaotik, njerëz që vraponin nga njëra anë në tjetrën në kërkim të dhuratave të fundit. Por brenda vilës së bllokut, koha dukej se kishte një tjetër shpejtësi, sikur çdo sekond të ishte e ngarkuar me rrezik të afërt. Merita arrinte në punë me zemrën të shtrënguar. Ajo e dinte se duhej të vepronte, por çdo hap duhej të ishte i llogaritur. Një gabim, një fjalë e thënë gabim, një vështrim i dyshimt dhe gjithçka mund të shembej. Dhe nuk ishte vetëm ajo që rrezikohej. Zonja Anila varrej prej saj. Doktor Petriti llogariste tek ajo. Nuk kishte vend për dështime. Ishte një mëngjes të hënë kur Merita pati mundësinë e saj të parë të madhe. Blerta duhej të dilte për të zgjidhur diçka urgjente në qytet dhe për herë të parë në javë, ajo nuk la askënd specifikisht për të mbikëqyrur zonjën Anila. Ishte një shans i rrallë, ndoshta i vetmi që Merita do të kishte. Sapo Blerta doli, Merita u ngjit në katin e dytë me zemrën që i rrite fort. Trokiti lehtë në derën e dhomës së zonjës Anila dhe hyri. Zonja ishte ulur në koltuk, duke parë nga dritarja pa parë vërtet asgjë. Kur vuri re Meritën, ktheu kokën ngadalë. Merita, tha ajo, dhe kishte diçka ndryshe në zërin e saj. Pak më shumë kthjelltësi, sikur për një moment të shkurtër mjegulla që i mbulonte mendjen ishte shpërndar. Zonja Anila, duhet të flas me ju, tha Merita, duke u afruar dhe duke u gjunjëzuar pranë koltukut. A ju kujtohem? Unë punoj këtu dhe jam shumë e shqetësuar për ju. Sytë e zonjës Anila u mbushën me lodh. E di se diçka nuk shkon me mua. E ndjej. Por kur përpiqem të flas, askush nuk më dëgjon. Djali im ku është djali im? Zoti Artan është. Në punë, por ai merakosej për ju, zonja Anila. Problemi është se ka njerëz këtu që nuk ju a duan të mirën. Njerëz që po ju bëjnë të jeni kështu. Zonja Anila e kapi dorën e Meritës me një forcë befasuese. Ajo gruaja, Blerta. Ajo më jep ilaçe që më marrin mend. Përpiqem t'i refuzoj, por ajo thotë se është urdhër i mjekut. Por unë nuk mbaj mend asnjë mjek të më ketë vizituar. Doktor Petritin, a e mbani mend? Pyeti Merita. Sytë e zonjës Anila shkëlqyen nga njoja. Petriti. I dashuri im Petrit. Ku është ai? Pse nuk vjen më të më shoh? Ata e larguan atë nga ju. Por ai po përpiqet të ndihmojë. Ne po përpiqemi të ndihmojmë. Por na duhen prova, zonja Anila.
A do të mundeshit herën tjetër që Blerta t'ju jap një ilaç, të bëni sikur e morët, por të mos e merrni? Ose a do të mundeshit të hidhnit pak në një gotë ose në një letër? Zonja Anila pohoi me kokë, vendosmëria u shfaq në vështrimin e saj të lodhur. Do të përpiqem. Nuk jam më ajo grua e fortë që kam qenë dikur, por ende kam forcë të mjaftueshme për të luftuar. Merita ishte gati të thoshte më shumë kur dëgjoi zhurmën e derës së përparme që hapej. Blerta ishte kthyer më herët. Merita u ngrit shpejt, rregulloi jastëkët në shtrat sikur thjesht po rregullonte dhomën, dhe doli sekonda para se Blerta të ngjitej shkallëve. Në ditët në vijim, diçka ndryshoi. Zonja Anila, me atë forcën e heshtur që e njohin vetëm ata që kanë qenë të fortë dikur, filloi të rezistonte në mënyra delikate. Kur Blerta i jepte ilaçet, ajo bënte sikur i gëlltiste, por i pështynte më vonë. Hidhje qëllimisht pak nga lëngu në një shami pëlhure. Dhe sa herë që mundej, kur ishte minimalisht e kthjellët, shënonte gjëra në një blok të vogël që e mbante të fshehur në dy sheh. Merita arrinte t'i mblidhte këto shami dhe t'i çonte doktor Petritit, i cili i dërgonte për analizë. Çdo analizë konfirmonte të njëjtën gjë, qetësues të fortë, doza të papërshtatshme për një person të moshës së zonjës Anila, kombinime të rrezikshme substancash. Ishte prova që u duhej. Por ndërsa ata ndërtonin çështjen, Blerta dhe Valbona përshpejtonin planet e tyre. Artani u shfaq në vil një pasdite i shoqëruar përsëri nga avokati. Këtë herë, ata sollën letra për t'i firmosur zonjës Anila. Merita vëzhgoi nga larg, duke u shtirur se pastronte mobiljet e korridorit, ndërsa shihte Blertën praktikisht duke i drejtuar dorën zonjës për të firmosur dokumente që ajo qartësisht nuk ishte në gjendje t'i kuptonte. Kur të gjithë dolën nga dhoma, Merita hyri shpejt. Zonja Anila po qante në heshtje. Më bën të firmos gjëra. Nuk e di se çfarë ishin. U përpoqa t'i lexoja, por shkronjat më ngatëroheshin para syve. Merita e përqafoi zonjën, duke ndjer brishtësinë e atij trupi që dikur kishte qenë i fortë. Gjithçka do të shkojë mirë, zonja Anila. Doktor Petriti po kujdeset për gjithçka. Ne nuk do të lejojmë t'ju bëjnë keq. Atë natë, doktor Petriti thiri një mbledhje urgjente. Përveç Meritës, ai solli edhe dikë tjetër, doktoresh Teuta Malaj, një specialiste në gerontologji dhe gjithashtu në raste të shfrytëzimit të moshuarve. Ajo ishte një grua rreth të 40-tave, me vështrim të vendosur dhe qëndrim të prerë. Punonte në një organizat që mbronte të drejtat e personave të pambrojtur. Kur doktor Petriti tregoi të gjitha provat që kishin mbledhur, doktoresh Teuta u trondi dukshëm. Kjo është më serioze se sa e imagjinoja. Kemi këtu një rast të qartë manipulimi, qetësimi të padrejtë dhe me gjas tentativë për përvetësim pasurie. Por duhet të veprojmë shpejt. Nëse ato tashmë kanë marrë prokur dhe firma në dokumente, hapi tjetër mund të jetë edhe më drastik. Çfarë doni të thoni? Pyeti Merita, duke ju friksuar tashmë përgjigjes. Doktoresh Teuta pshertiu. Në raste si këto, kur njerëzit e kuptojnë se po zbulohen, mund të përpiqen të përshpejtojnë planin final. Duhet ta largojmë zonjën Anila nga ajo shtëpi menjëherë dhe të përfshijmë autoritetet. Po Artani? Pyeti doktor Petriti. Ai është djali, ka autoritet ligjor. Si do ta bindim se po manipulohet? Atëherë u lindi një ide. Doktoresh Teuta sugjeroi që të organizonin një ndërhyrje, një takim ku do t'i paraqisnin të gjitha provat Artanit. Por duhej bërë me kujdes, larg ndikimit të Blertës. U duhej elementi i befasisë. Plani u hartua. Merita do të arrinte ta binte Artanin të vinte në vil në një orar specifik, kur Blerta të kishte dalë. Ajo do të shpikte një justifikim, do të thoshte se zonja Anila po e kërkonte me urgjencë. Kur ai të arrinte, do të gjente jo vetëm të ëmën, por edhe doktor Petritin dhe doktoresh Teutën, me të gjitha provat e mbledhura. Ishte e rrezikshme. Nëse Blerta e zbulonte, gjithçka mund të shembej. Por ishte e vetmja shans që kishin. Dita e zgjedhur ishte vigjilja e Krishtlindjeve. Blerta kishte një takim të caktuar që do të zgjaste të paktën 2 orë. Merita e kishte konfirmuar këtë duke kontrolluar fshehurazi agjendën që mbahej në kuzhinë. Artani u kontaktua dhe pranoi të vinte, i shqetësuar për atë që mund të ndodhte me të ëmën. Kur erdhi momenti, Meritës i rrite zemra fort. Ajo ishte në vil, duke mbikëqyrur gjithçka, ndërsa Blerta bëhej gati për të dalë.
Gruaja ishte veçanërisht elegante atë ditë, sikur e dinte se diçka e rëndësishme do të ndodhte. Para se të dilte, ajo e shikoi Meritën me atë buzëqeshjen e saj false. Do të rish këtu derisa të kthehem unë? Pyeti. Po, zonje. Do të kujdesem për shtëpinë. Shkëlqyeshëm. Dhe Merita, mos lejo askën të ngjitet në dhomën e zonjes Anila. Ajo ka nevojë për pushim absolut. U kuptuam? U kuptuam, u përgjigj Merita, por brenda ndjente një zemërim në rritje. Ajo grua ishte kaq cinike, kaq e ftohtë. Sa po Blerta doli, Merita i telefonoi doktor Petritit dhe doktoresh Teutës. Ata arritën 15 minuta më vonë, duke sjellë dosje plot me dokumente dhe raporte. Artani arriti menjëherë pas tyre, i shqetësuar dhe i hutuar. Çfarë po ndodh këtu? Pyeti ai kur pa doktor Petritin. Doktor, ka muaj që nuk keni ardhur ta vizitoni nënën time. Dhe e di pse? U përgjigj doktor Petriti, zëri i tij i mbushur me emocion të përmbajtur. Sepse u largova sistematikisht. Dhe tani do të tregoj pse. Gjatë orës së ardhshme, në zyrën e vilës, doktor Petriti dhe doktoresh Teuta paraqitën të gjitha provat. Raportet toksikologjike që tregonin substancat e papërshtatshme. Shënimet e Meritës për sjelljet e dyshimta. Informacionet për të kaluarën e Valbonës. Dokumentet që zonja Anila ishte detyruar të firmoste. Artani dëgjonte gjithçka në heshtje dhe fytyra e tij bëhej gjithnjë e më e zbehtë. Ai kalonte duart nëpër flok, merrte frym thellë, sikur po përpiqej të përpunonte diçka të pabesueshme. Jo, nuk mund të jetë. Blerta u rekomandua nga një agjenci e respektuar. Ajo ka të gjitha kredencialet. Doktoresh Teuta hapi një dosje tjetër. Kredencialet janë të falsifikuara, Artan. Ne hetuam. Agjencia që e rekomandoi u krijua vetëm 8 muaj më parë, ka një adresë fiktive dhe pronari nuk ekziston në regjistrat zyrtar. Ishte gjithçka një mashtrim shumë i mirë montuar. Po nëna ime. Artani gëlltiti me vështirësi. Çfarë po i bënin nënës sime? Po e qetësonin, po e izolonin, po përgatisnin terrenin për të marrë kontrollin e pasurisë. Me prokurën që ti firmose dhe dokumentet që nëna jote u detyrua të firmoste, ato do të kishin akses në gjithçka. Dhe nëna jote, gjithnjë e më e dobësuar, përfundimisht nuk do të kishte si të rezistonte apo të denonconte. Artani u ngrit duke u lëkundur. Duhet të ngjitemi. Duhet ta shoh nënën time. Ata u ngjitën së bashku. Zonja Anila ishte në koltuk, por kur pa të birin duke hyrë i shoqëruar nga doktor Petriti, diçka në sytë e saj ndryshoi. Ajo shtriu krahët dhe Artani vrapoi për ta përqafuar. Mami, më fal. Më fal që nuk e kuptova. Më fal që isha kaq larg. Zonja Anila qante dhe për herë të parë në muaj ishin lot lehtësimi. Djali im. Djali im i dashur. Në atë moment dëgjuan zhurmën e derës së përparme që hapej. Blerta ishte kthyer para kohe. Merita zbriti shkallët me vrap dhe pa gruan duke hyrë, e ndjekur nga Valbona. Kur Blerta pa Meritën, fytyra e saj ndryshoi plotësisht. Buzëqeshja false u zhduk, duke i lënë vend një shprehje të ftohtë dhe llogaritëse. Ku është Artani? Makina e tij është në garazh. Para se Merita të mund të përgjigjej, Artani u shfaq në krye të shkallëve, i shoqëruar nga doktor Petriti dhe doktoresh Teuta. Jam këtu, Blerta. Dhe mendoj se kemi shumë për të biseduar. Ajo që pasoi ishte një konfrontim i tensionuar. Blerta u përpoq të ruante fasadën, por kur ju paraqitën provat, kur e kuptoi se nuk kishte më rrugë dalje, maska më në fundra. Ajo dhe Valbona u përpoqën të argumentonin, të kërcënonin, por Artani tashmë kishte thirrur policin. Kur policët arritën, Blerta dhe Valbona u morën për të dhënë dëshmi. Dokumente u sekuestruan. Hetime u hapën. Dhe zonja Anila, më në fund e lirë nga ai burg i heshtur, filloi shërimin e saj. Atë natë Krishtlindjesh, ndërsa dritat e qytetit vezullonin jashtë dhe kishat binin kambanat e tyre, në vilën e bllokut kishte një paqe që prej shumë kohësh nuk ishte ndjerë. Zonja Anila flinte e qetë, më në fund pas substancat që e mbanin të burgosur në trupin e saj. Dhe pranë saj, duke i ruajtur gjumin, ishte i biri Artani, i cili i premtoi vetes se kur më nuk do të lejonte që puna ta largonte nga ajo që vërtet kishte rëndësi.
Krishtlindjet e atij viti ishin ndryshe nga të gjitha të tjera. Nuk pati darkën e sofistikuar që Artani kishte planifikuar, nuk pati dhjetëra të ftuar, nuk pati atë formalitet të ftohtë që gjithmonë kishte karakterizuar festat në vil. Në vend të kësaj, pati thjeshtësi, vërtetësi dhe, për herë të parë pas shumë kohësh, dashuri të sinqertë. Zonja Anila i kaloi ditët e para pas zbulimit në vëzhgim të rrept mjekësor. Doktor Petriti solli një ekip të besuar që e ekzaminoi plotësisht, duke bërë analiza të detajuara për të vlerësuar dëmet e shkaktuara nga substancat që ishte detyruar të merrte. Lajmet ishin njëkohësisht alarmante dhe shpresëdhënëse. Trupi i saj ishte prekur rënd, por me kujdesin e duhur dhe kohë, ajo mund të shërohej pothuajse plotësisht. Gjatë këtyre ditëve të para, Artani praktikisht jetoi në vil. Ai anuloi mbledhje, shtyi udhëtime, delegoi përgjegjësi. Për herë të parë në vite, prioriteti i tij absolut nuk ishte kompania, por nëna e tij. Dhe në këtë ndryshim fokusi, ai filloi të zbulonte gjëra për veten që i kishte harruar. Kaloi orë të tëra pranë shtratit të zonjës Anila, thjesht duke biseduar. Ajo, pak nga pak, por i fitonte kthjelltësinë dhe me të vinin edhe kujtimet. Tregone histori nga fëmijëria e Artanit, nga kohët kur burri i saj ishte ende gjallë, nga ëndrat që kishin ndërtuar së bashku. Dhe Artani, duke dëgjuar ato histori, kuptonte sa shumë ishte larguar jo vetëm nga nëna, por edhe nga rënjet e tij. Një pasdite, ndërsa vëzhgonte të ëmën duke fjetur paqësisht, Artani pati një bisedë me doktor Petritin në kopshtin e vilës. Pemët e krishtlindjeve ishin ende të ndezura, por tani drita e tyre dukej se sillte shpresë të vërtetë. Isha një budalla, doktor. Një budalla i verbuar nga ambicia dhe arroganca e të menduarit separat dhe komoditeti ishin të mjaftueshme. Doktor Petriti i vuri dorën në shpatull burrit më të ri. Nuk je i pari dhe as nuk do të jesh i fundit që bën këtë gabim, Artan. E rëndësishme është që e pe në kohë. Nëna jote është ende këtu, ende mund të shërohet. Shumë njerëz nuk e kanë këtë shans të dytë. Dhe kujt ja detyrohem këtë? Meritës. Një punonjëse që mezi e njoh, që nuk kishte asnjë detyrim të rrezikonte, por që bëri atë që unë, i biri, duhej të kisha bërë. Merita, në ato ditë, u përpoq të mbante rutinën e saj normale. Ajo nuk donte njohje, nuk kërkonte vëmendje. Por Artani nuk do të lejonte që guximi i saj të kalonte pa u vënë re. Ai e thiri për një bisedë në zyrë dhe kur Merita hyri, nervoze, duke menduar se ndoshta do të pushohej nga puna tani që kriza kishte kaluar, gjeti diçka shumë ndryshe. Merita, filloi Artani, zëri i tij i mbushur me emocion. Nuk di as nga t'ja filloi për të falendëruar për atë që bëre. Ti shpëtove nënën time. Ti shpëtove familjen time. Dhe e bëre këtë duke rrezikuar punën tënde, sigurinë tënde, pa kërkuar asgjë në këmbim. Merita, me lot në sy, u përgjigj, unë bëra vetëm atë që ishte e drejtë, zoti Artan. Zonja Anila është një njeri i mirë. Ajo nuk e meritonte të vuante në atë mënyrë. Dhe nuk isha vetëm unë. Ishte doktor Petriti, doktoresh Teuta, shumë njerëz ndihmuan. Megjithatë, ishe ti që hodhe hapin e parë. Ishe ti që pate guxim kur të gjithë të tjerët shihnin anash. Dhe për këtë, dua të dish se duke filluar nga sot, ti nuk je më vetëm një punonjëse në këtë shtëpi. Ti je pjesë e kësaj familjeje. Artani atëherë bëri diçka që e befasoi Meritën, i ofroi një pozicion krejtësisht të ndryshëm. Ajo do të bëhej administratore e shtëpisë me një pagë të drejtë dhe të gjitha përfitimet e nevojshme. Më shumë se kaq, ai garantoi se fëmijët e Meritës do të kishin bursa studimi të plota në shkolla të mira dhe se çdo nevojë e familjes do të plotësohej. Merita qau. Qau nga lehtësimi, nga mirënjohja, nga lumturia. Por kryesisht qau sepse më në fund ndjente se drejtësia ishte vënë në vend, se e mira kishte mbizotëruar, se besimi i saj në të bërit të së drejtës ishte shpërblyer. Ndërkohë, hetimet për Blertën dhe Valbonën përparonin. Policia zbuloi se ato ishin pjesë e një skeme më të madhe, se kishte viktima të tjera, familje të tjera që ishin mashtruar. Dokumente false, llogari bankare të fshehura, një rrjet kompleks mashtrimesh po zbuloi. Të dyja gratë do të përballeshin me procese të gjata dhe shanset e tyre për liri ishin minimale. Historia mbushi faqet e gazetave. U bë lajm në edicionet informative. Merita, që gjithmonë kishte qenë e padukshme, papritur u gjend në qendër të vëmendjes.
Gazetarët donin ta intervistonin, programet televizive e ftonin. Por ajo refuzoi shumicën. Dha vetëm një intervistë për një gazetë lagjeje, ku tha thjesht, unë bëra atë që çdo njeri duhet të bëjë. Të kujdesesh për tjetrin nuk duhet të jetë përjashtim, duhet të jetë rregull. Teto Fiqiretja, ish guvernantja që ishte pushuar nga Blerta, u kthye në Vil. Artani e kërkoi personalisht, i kërkoi falje që nuk kishte hetuar largimin e saj të papritur, dhe e ftoi përsëri të punonte nëse ajo dëshironte. Teto Fiqiretja pranoi dhe ishte emocionuese të shihej bashkimin e saj me zonjën Anila. Të dyja gratë u përqafuan dhe qanë një misi dekadash por i kthehej. Ndërsa janari arrinte, zonja Anila po përmirësohej dukshëm. Forca e saj po kthehej pak nga pak. Ajo filloi të ecte nëpër kopsht, të ulej në verandë për të marrë diell, të buzëqeshte përsëri. Dhe me shërimin e saj fizik vinte edhe një transformim emocional. Ajo e kuptonte se kishte fituar një shans të dytë dhe ishte e vendosur ta shfrytëzonte. Një mëngjes janari, me diellin e fortë tipik të verës tiranase, zonja Anila mblodhi në kopsht njerëzit që i kishin shpëtuar jetën. Ishin aty Merita dhe familja e saj, doktor Petriti, doktoresh Teuta, Teto Fiqiretja dhe sigurisht Artani. Nuk e di nëse do të arriti shpreh me fjalë atë që ndjej, filloi zonja Anila, zëri i saj ende pak i dobët, por plot emocion. Ju më dhatë më shumë se jetën time mbrapsht. Ju më treguat se ende ekziston mirësia në këtë botë. Se ende ka njerëz të gatshëm të luftojnë për atë që është e drejtë, edhe kur është e vështirë, edhe kur është e rrezikshme. Ajo shikoi veçanërisht Meritën. Ti, e dashur Merita, vjen nga një vend ku jeta nuk është e lehtë, ku çdo ditë është një luftë. Dhe megjithatë gjetë kohë dhe guxim për të luftuar edhe për mua. Ti më mësove se dinjiteti nuk ka të bëjë me paratë apo pozitën shoqërore. Ka të bëjë me karakterin. Dhe ti ke më shumë karakter se shumë njerëz që kam njohur në qarqet më të larta të shoqërisë. Merita po qante, ashtu si të gjithë të pranishmin. Zonja Anila vazhdoi, prandaj kam vendosur të bëj disa ndryshime në jetën time. Do të krijoj një fondacion me një pjesë të konsiderueshme të pasurisë sime, të dedikuar për mbrojtjen e personave të moshuar në situatë të vështirë. Do të quhet Fondacioni Anila Hoxha për mbrojtjen e të moshuarve. Dhe dua që ju, të gjithë ju që më shpëtuat, të jeni pjesë e bordit drejtues. Pati një moment heshtjeje të emocionuar dhe pastaj të gjithë u përqafuan. Ishte më shumë se një fitore personale. Ishte transformimi i një tragjedie pothuajse të konsumuar në diçka që mund të ndihmonte qindra, ndoshta mijëra njerëz të tjerë. Artani gjithashtu kaloi një transformim të thellë. Ai ristrukturoi kompaninë e tij, punësoi menaxher të besuar për të marrë një pjesë të përgjegjësive të tij dhe filloi t'i kushtonte gjysmën e kohës së tij fondacionit që po krijonte nëna e tij. Ai zbuloi se kishte më shumë kënaqësi në të bërit diferencën në jetën e njerëzve se sa thjesht në grumbullimin e më shumë zerove në llogarinë bankare. Dhe Merita, heroina e papritur e gjithë kësaj historie, vazhdoi të ishte ajo që kishte qenë gjithmonë, një grua e thjeshtë, punëtore, me zemër të madhe. Ajo e pranoi pozicionin e ri, por nuk ndryshoi thelbin e saj. Vazhdoi të merrte transportin publik her pas here, vazhdoi të jetonte në kamës, vazhdoi të ishte e afërt me fqinjët. Dallimi ishte se tani ajo kishte burime për të ndihmuar jo vetëm familjen e saj, por edhe komunitetin e saj. Djali i saj Genti gjeti një punë më të mirë. Anisa fitoi një bursë për të bërë master. Albani shkoi në një shkollë private cilësore. Dhe Valmiri, burri punëtor, më në fund mundi të zvogëlonte ngarkesën e punës dhe të kalonte më shumë kohë me familjen. Jeta e familjes Prifti kishte ndryshuar, por jo sepse ishin bërë të pasur, por sepse më në fund kishin mundësitë që gjithmonë i kishin merituar. Muaj më vonë, një pasdite vjeshte, me Tiranën të veshur me nuanca portokalli nga dielli që perëndonte, zonja Anila dhe Merita ishin ulur në kopsht, duke pirë çaj. Ato kishin zhvilluar një miqësi të sinqertë, një lidhje që të i kalonte klasat shoqërore dhe dallimet në moshë. E di, Merita, tha zonja Anila, unë kalova gjithë jetën duke ndërtuar një perandori, duke grumbulluar pasuri, duke luftuar për njohje. Dhe në fund, kush më shpëtoi nuk ishte askush nga rrethi im shoqëror, askush nga miqësitë e mia dekadëshe. Ishe ti, një grua që mezi e njija, që nuk kishte asgjë për të fituar, por që kishte gjithçka për të humbur. Merita buzëqeshi. Sepse ne nuk zgjedhim të bëjmë të drejtën duke menduar se çfarë do të fitojmë, zonja Anila. E bëjmë sepse është e drejtë.
Kaq e thjesht. Zonja Anila e kapi për dorë Meritën. Ti e mençur, e di? Më e mençur se shumë profesor që kam njohur, shumë drejtues me të cilët kam negociuar. Jeta të ka mësuar gjëra që nuk janë në libra. Dhe ju më mësuat se kur nuk është vonë për të rifilluar, për të ndryshuar, për të qenë një njeri më i mirë. Shikojeni veten tani duke krijuar këtë fondacion, duke ndihmuar kaq shumë njerëz. Kjo po që është një trashëgimi e vërtetë. Të dyja gratë qëndruan aty në heshtje miqësore duke vëzhguar kopshtin, pemët që lëkundeshin lehtë nga era. Dhe në atë moment të dyja e dinin se ishin bekuar. Zonja Anila sepse ishte shpëtuar. Merita sepse kishte pasur guximin të shpëtonte. Dhe të dyja sepse kishin gjetur te njëra tjetra diçka të çmuar, një miqësi të vërtetë, të ndërtuar jo mbi leverdin apo interesin, por mbi respektin e ndërsjellë dhe humanizmin e përbashkët. Historia e Anilës dhe Meritës u përhap. U bë shembull në leksione, u tregua në shkolla, frymëzoi njerëz të tjerë të mos heshnin përballë padrejtësisë. Dhe Fondacioni Anila Hoxha për mbrojtjen e të moshuarve u rrit ndihmoi. Mira njerëz parandaloi që raste të tjera të ngjashme të ndodhnin. Vite më vonë, kur shikonin pas, të gjithë të përfshirët në atë histori ishin dakord për një gjë, ndonjëherë engjëjt që Zoti dërgon nuk vinë me krah dhe aureol. Vinë me përparse pune, duar të kallojzuara dhe zemër të pastër. Vinë të maskuar si njerëz të zakonshëm, duke bërë gjëra të jashtëzakonshme thjesht sepse besojnë se është gjëja e duhur për t'u bërë. Dhe kështu, në atë qytet gjigant të quajtur Tiranë, ku miliona histori ndodhin çdo ditë, kjo histori e veçantë guximi, drejtësie dhe shpengimi mbeti e shënuar. Jo në gazeta, jo në librat e historisë, por aty ku vërtet ka rëndësi, në zemrat e njerëzve që e jetuan dhe e dëshmuan, dhe në jetët që u transformuan prej saj. Sepse në fund, ajo që mbetet nuk janë pasuritë materiale, nuk janë titujt apo pozitat shoqërore. Ajo që mbetet janë lidhjet që ndërtojmë, jetët që prekim, e mira që bëjmë kur askush nuk na sheh. Dhe në këtë aspekt, Merita Prifti, një punonjëse e thjeshtë e një vile në Tiranë, ishte më e pasur se çdo pasuri që mund të matej. Fundi i historisë të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e zonjës Anila dhe Meritës t'ju ketë prekur zemrën. Nëse u emocionuat me këtë rrëfim guximi, drejtësie dhe dëmshurie, lini pëlqimin tuaj, abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente se cili moment ju preku më shumë. Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë dhe të vërtetë të shpirtit njerëzor, duke treguar se e mira gjithmonë mund të mbizotërojë kur njerëz të guximshëm vendosin të mos heshtin. Ju presim në episodin e ardhshëm, me një tjetër histori që do t'ju prek emocionet dhe do t'ju bëjë të reflektoni për atë që vërtet ka rëndësi në jetë.